ka Ministria si autoritet kontraktues për të monitoruar këto kontrata gjatë ndërtimit dhe gjatë prodhimit, është kthyer tashmë në një tarif për prodhuesit, megjithëse ne nuk kemi absolutisht kontratë me AKBN-n, por AKBN-ja është një agjensi apo një entitet i qeverisë, pra është një mjet i qeverisë për të kontrolluar zbatimin e kontratave, dhe tashmë ajo kthehet në një entitet i cili në mënyrë të njëanshme, pa kontratë, na çon një faturë, që është fatura e monitorimit. Pra, është njësoj do thoja, sikur ti ke një shtëpi me qira, edhe a jep dikujt me qira, dhe ky personi pronari thotë që unë do ta kontrolloj her pas here me anë të një agjencie imobiliare që ti po e mban mirë shtëpinë apo jo. Dhe unë i them po, natyrisht unë jam hapur për këtë gjë. Pra, punësohet nga pronari për të kontrolluar atë që i ka marrë qiradhënësin dhe qiramarrësin, më fal. Dhe tashmë ai vjen për të kontrolluar mua si qiramarrës dhe më ledhi një faturë. Dhe është e njëjta gjë, është 100% e njëjta gjë. Zonjë, u dëgjova, po nuk jemi pak sa si jashtë teme, po e kuptoj. Ju dëgjova, ju e kuptoj. Doja që është era parë që me juve e përmend këtë gjë. Duke qenë se dëgjuam një përfaqësues të ndotësve këtu, ju dash juve mundësin të flisni se ju përfaqësoni të gjelbrit. Megjithatë, që t'jemi të qartë, unë nuk besoj që çfarë ju thatë kërcënon sigurinë juridike. Nuk e kemi debat, ju e folët. Nuk besoj që çfarë ju thatë kërcënon sigurinë juridike. Është e drejta e pushtetit vendor, vendosi tarifa, e ka me ligj, është e drejta e AKBN-s që çoj fletën për koston e monitorimit. Dhe ju përmendët qiraxhiun qiradhënësin që kontrollon situatën e shtëpisë. Unë kam pas mundësin të kem një përplasje me një qiradhënës që kontrollon dhe situatën e shtëpisë që unë kisha marrë me qira në Francë. Dhe aty mësova nga ai dhe nga ligji francez që duhet paguaja unë shpenzimet e kontrollit që bënte ai për shtëpinë në Francë. Kështu që me që ma solët si shembull, desha t'ju them që po kur qiradhënësit kontrollon të vëdhe faturën edhe në qoftë ti se paguan, ai të bën një gjë tjetër, pastaj tret qiran. Kështu që jemi në kushte që nuk flasim për shtëpi, flasim për shfrytëzim burimesh natyrore dhe flasim që ta themi të gjithën deri në fund për një sektor ku kush është i bën çu të investojë e ka fitimin edhe më të madh se sa ndërtuesit që foli këtu që tha kemi. Kështu që apo jo. Këta të energjisë janë fitojnë më shumë se ju apo jo. Prandaj dhe ju keni filluar të gjithë bëni panele. Pra e keni filluar dhe ju të gjithë shifni për të bërë panele. Hap gjej tokë për panel. Megjithatë e kuptova shqetësimin edhe gjithsesi për detaje do ta ndjek, po në thelb mosu shqetësoni kaq shumë kur ky shtet merr dhe ndonjë gjë më shumë për jush, sepse ndërkohë fal burimeve natyrore të këtij shteti, të këtij vendi, ju merrni shumë më tepër se sa ç'merr shteti nga ju. Mendoj unë. E kuptova për çfarë kishit fjalën, tani unë shpresoj ta kuptoni dhe ju ku e kisha unë fjalën. Ka ndonjë gjë i merak tjetër? Po është dhe një në fund atje që ka i merak, se mos... Po i qa merak uke? Unë
Unë jam Viktor Qyllafi, edhe unë jam në këtë fushën e prodhimit të këtyre energjive të Po më thej që je dakord me zonjën, Jo, unë do të konsideroj oportunist që je dakord me kryetaren e shoqatës. ja. Se unë e di që ti si je dakord me zonjën. Jo, unë kam diçka tjetër këtu. Je dakord me zonjën apo jo? Po, unë jam pjesërisht dakord me zonjën. Pjesërisht dakord me zonjën. Po këtu jam ngritur për të thënë diçka tjetër. Unë ta kam thënë kur jemi takuar, ti je një humbje madhe për diplomacinë shqiptare, se ti ke lind për diplomat. Ne këtu në fakt po bëhemi si dy palë, po biznesi dhe qeveria janë në simbiozë. Dhe unë e kam kuptuar më mirë se kushdo këtë simbiozë. Po të flasim 10 vjet para, pesha e kompanisë time në treg ishte 2-3 milion euro, sot është 10 fish. Afroj pak mikrofonin. Kështu që kjo performancë e kompanive tona dhe si mua dhe shumë të tjerë vjen nga performanca e qeverisë. Këtë ne kuptojmë kur dalim përballë bankave, kur dalim përballë institucioneve bankare, kombëtare tuaja, ne kuptojmë peshën e kompanive tona që vjen si rezultat i politikave të shtetit. Kjo nuk është e thënë vetëm nga unë, po kjo është e vërtetuar nga shumë në biznesmen të cilët përballemi dhe kreditojmë nga bankat. Thjesht ne jemi një shtet tregtar tani që bëjmë tregti dhe kjo rrit vlerën e kompanive tona. Unë kam marrë një afërsisht 30 milion euro kredi nga bankat dhe unë them që nuk është vetëm merita ime. Bankat vlerësojnë qëndrueshmërinë e shtetit. Politikat ekonomike, politikat e energjive të rinovueshme që tha Anita, të cilat e kanë rritur vlerën e kompanive tona. Mirë, po kjo ka shtuar dhe kërkesat tona në lidhje me shtetin. Unë këtu do ngrinja një problem. Shteti jonë ka shumë sipërfaqe të mëdha, të cilat Ministria e Ekonomisë, bashkitë i mbajnë dhe se di kur do t'i lëshojnë. Këto sipërfaqe janë pa frut, këto sipërfaqe janë pyje, po s'janë pyje. Këto janë kullota, po vetëm kullota nuk janë. Dhe unë mendoj që kjo duhet rishikuar nga anë e shtetit. Mbi këto prona që janë në inventar të Ministrisë të Ekonomisë dhe të bashkive, duhet me do e mos të ndryshohet ligji, të bëhen ndryshime që këto të futen dhe në raport me kompanisë shqiptare ose me investitor tuaj, unë jam në 2 partneritetet tuaja, këto mund të zhvillohen, por ligji pengon shumë nga këto investime në këto toka. Kjo ndoshta do kërkoj ndryshim të ligjit, nuk e di, do kërkoj një zhdjellë. Viktor, të falenderoj, po edhe ti jashtë teme, pavarësisht se fole mirë për qeverinë, po jashtë teme. Kështu që do t'i shikojmë këto gjëra edhe ti e di shumë mirë që të gjithë ju e keni derën të hapur në qeveri, kështu që do t'i shikojmë këto gjëra. Sigurisht që duhet të jemi të kujdesshëm sepse siç ka të mira, ka edhe sfida të lidhura me peizazhin, me natyrën, ndërtimi pa kritere, pa karar i paneleve. Gjithsesi do ta shikojmë. Jo do ta shikojmë, po jemi duke u marrë me këtë gjë. Tani me sa duket të gjithë duan të flasin jashtë teme, po unë them që ta mbyllim me temën, kështu që duhet ju them dhe 2 fjalë, me që nuk besoj se do të takohemi më për këtë vit.